Ervina, të përshëndes. Përshëndetje nga Durrësi, ashtu siç e përmendët edhe ju, është e dhimbshme të shohësh këto pamje. Unë do doja tani t'ja pyesësh me këto pamje se të bëhet fjalë për një familje që kishte ardhur pranë të afërmve, pranë prindërve nga Italia për të kaluar disa ditë dhe janë detyruar që të shpërngulen për të udhëtuar drejt në shtetin Shqip, pas një tjetër ndalesë. Kur ne folëm me kryefamiljarin dhe i kërkuam të jap dëshminë e tij me keqardhje dhe me lot në sy, u përgjigj që nuk dëshiroj të shaj dhe për këtë arsye nuk dua të flas, por po iki me shumë trishtim dhe dhimbje. Është një tjetër ditë e vështirë për Durrësin, për banorët që gjenden në ujë, ndërkohë që po të shikojmë shifrat janë të trishta dhe tregojnë në të njëjtën kohë edhe për atë që ka ndodhur në të gjithë Durrësin. Konkretisht, dalja e lumit Erzen nga shtrati ka prekur të gjitha njësitë administrative, duke përmbytur shumë tokë bujqësore, por mbi të gjitha banesa. Ndërkohë që vazhdon evakuimi, janë përmbytur fshatrat Erzen, Flak dhe në të njëjtën kohë janë evakuuar 667 banor deri më tani, ku kryeson Durrësi me 356, e ndjekur nga Badardha me 322 banor, e më tutje Katundi i Ri me 73. Çarja e argjinaturës ka bërë që uji të vërshojë në banesa, duke mos kursyer askënd dhe duke bërë kështu që situata të jetë ende të jetë e vështirë në këto njësi administrative edhe në kohën që ne flasim. Të lutem me shifrat, sa i takon evakuimeve, ku janë vendosur ata dhe a është e nevojshme sot që të ndërhyet për të zhvendosur banor, për të evakuar ata në zona më të sigurta dhe si po punon policia për të ruajtur banesat të cilat janë vetëm tani? Po. Të referuar shifrave të evakuarve, duke marrë parasysh të dhënat e përditësuara mëngjesin e sotëm nga shtabi i emergjencave pranë prefekturës, kemi të bëjmë me 667 banor të evakuar. Nga këta në Durrës janë evakuar 356, pasuar nga Badardha me 322 dhe Katundi i Ri me 73. Do duhet thënë që procesi po vijon, ka nisur që ditën e djeshme për t'i akomoduar tashmë në hotelet pranë vijës bregdetare, njësitë akomoduese që kanë mirëpritur këta banor dhe të afërmit e tyre, pasi ambientet e shtëpisë së pushimit në zonën e plepave të Durrësit tashmë janë ezauruar. Për sa i përket njësive administrative, ka pasur shumë banor që nuk kanë pranuar të evakuohen, kjo për shkak të faktit që në zonën ku ata jetojnë nuk kanë vetëm banesën, por në të njëjtën kohë baktin dhe gjën e gjallë dhe nuk kanë pranuar ta braktisin. Në këtë kushte, evakuimi ka qenë me ndërprerje, sigurisht edhe për shkak të kushteve atmosferike, por ka qenë i asistuar duke nisur nga njësia administrative SUK. Banorët kanë pohuar që në shumë familje kanë shkuar pikërisht përfaqësues të autoriteteve për t'i thënë të evakuohen, por ata nuk kanë pranuar dhe kanë pohuar që kanë vendosur të qëndrojnë në katet e dyta të banesave për të ruajtur pikërisht orëndi shtëpiake dhe gjithçka tjetër që kanë aty. Nga ana tjetër, në momentin që flasim, është ndërprerë për shkak të kushteve atmosferike të motit, kanë rifilluar rreshjet dhe po kështu ka edhe denoncime të ndryshme nga banorë të zonave të ndryshme që nuk ka shkuar askush ende t'i shoh. Pra kemi dy pamje të cilat na ofrohen në Durrës, zona që ende kanë prani të ujit, ku ka sigurisht mungesë të furnizimit me energji elektrike, ku ka mungesë të furnizimit me ujë të pishëm dhe ku banorët ende përballen me këtë lloj situatash. Nga ana tjetër, Ervina, se duan ndalen pak tek protesta, meqense kam dhe planet, ka patur edhe dje një protestë e cila siç duket tentoi që të shkonte deri në brendësi të bashkisë institucionet, cili drejtojnë qytetarët, drejtuar dhe ndoshta nga eksponent politik, po edhe gjatë ditës së sotme një protestë pak më e vogël e lëvizjes bashkë, çka do të thotë që ti e ke paralajmëruar duke qenë në terren, ta kanë thënë edhe banorët atje, ata kanë atë shkresën me 800 firma në mos gaboj, mund të kenë qenë ata apo mund të jenë bashkuar të tjerë, këtë ne e shpjegojmë në këto momente, por dua të kuptoj që ka një revoltim i cili mund ta përshkallëzoj këtë protestë, çfarë do ndodh? Ka një revoltim i cili do të sjellë vetëm ditën e sotme 3 protesta. Ka nisur e para në orën 9 të mëngjesit dhe janë lajmëruar edhe 2 të tjera, njëra në orën 16 dhe tjetra në orën 18. Do duhet thënë që 3 protesta në arkun kohor të 24 orëve padyshim shprehin
revoltimin e qytetarëve që ka nisur 2 ditë më parë me një protestë që u zhvillua në zonën e Ish-Kënetës. Sigurisht numri atij ishte i kufizuar, ndërkohë që protesta e zhvilluar pas ditën e djeshme ka nisur nga ajo zonë për të marshuar gjatë gjithë qytetit dhe për të ndalur pastaj përpara bashkisë, aty ku ka pasur dhe përplasje me policinë. Do duhet thënë që në protestën e djeshme nuk kanë munguar edhe banorët e projektit TID që kanë marrë fjalën krahas atyre të përmbytjeve dhe të gjithë bashkë kanë pasur si emërus ato që në këtë rast është problematika që i bashkon një qytet i keq menaxhuar, një qytet që sipas tyre udhëhiqet nga korrupsioni dhe do duhet i thonë mjaft sepse ky zemrim i qytetarëve duket se do të vazhdojë. Sigurisht nuk është vetëm i qytetarëve, për sa kohë protestet janë bashkuar dhe deputet të opozitës, në të njëjtën kohë edhe aktivistë apo eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, por nuk kanë munguar fjala e qytetarëve të prekur nga përmbytjet. Nga ana tjetër, edhe ditën e sotme në këtë mëngjes, Lëvizja Bashkë organizoi një protestë në më të kufizuar numër, por me të njëjtën problematik. Një qytet ku nuk funksionon hidrobori, ku kanalet polluese janë të papastruara, një qytet ku ka kaq shumë problematika që cënon cilësinë e jetës së qytetarëve, nuk do duhet më të jetë në këto kushte i qetë, por do duhet të përballet me zemrimin e qytetarëve, të paktën këto ishin deklaratat që erdhën nga Lëvizja Bashkë. Dhe duket se do të jetë e hapur gjatë gjithë ditës sot kjo pjesë e protestave, por nga ana tjetër në Këshillin Bashkiak këshilltarët e Partisë të Lirisë kanë kërkuar dhe një interpelancë me kryetaren e bashkisë Emiriana Sako në lidhje me situatën e krijuar nga përmbytjet në Durrës. Pa harruar që edhe prokuroria ka hapur hetimet në lidhje me situatën e krijuar të pasqyruar në media, po që ka cënuar procesin mësimor, lëvizjen dhe qarkullimin e lirë të qytetarëve, ka cënuar dhe ka shkatruar pronën, çka do të thotë ujë ka hyrë në banesa, dhe gjitha këto bashkë tregojnë që zemrimi qytetar nga një ranë, po nga ana tjetër dhe lëvizjet e sistemit që të drejtësisë do të sjellin me sa duket një Durrës ndryshe të paktën në këtë ditë. Faleminderit Ervina për gjithë sa solle në vëmendje.